subjekte politike janë Partia e Punës së Shqipërisë, organizata sindikale, çfarë janë ato me radhë, dhe shoqata të tjera të njohura me ligj. Subjekte elektorale. Pra nuk janë parti me një program të caktuar politik. Çështja e pluralizmit si shtrohet me këtë shok këtu? Jo nga ti si shtrohet, po lera të tjera. Çështja e pluralizmit është një çike e mangët. Si është? Për një arsye. Ju thatë, po njegim traditat e mira të popullit tonë. Du t'ju kujtoj që gjithmonë në momentet ma kyçe të historisë popullit tonë ka pas pluralizëm. Po doni, po ju citoj shembull qysh nga Lashësia, po të paktën po nalëm në kuvendin e Lezhës të Skënderbeut. Ai ishte pluralizmi më i saktë dhe më i parë i sankcionuar i fisnikëve shqiptar. Po të vazhdoj manena mrapa, të ecim për smarit, ju mund qeshni. Jo s'qesh. Por këto që thëmun, këto janë argumenta që i kanë përmend sa të tjerë. Sepse unë dëgjoj me vëmendje të madhe edhe me respekt çdo të ri i cili kupton, flet, shpreh mendimet e tija, qofshin ato edhe të gabuara. Unë jam mësuar të bisedoj me gjithë farë lloj njerëzish, edhe me ata që kanë të drejtë, edhe me ata që s'kanë të drejtë. Edhe kam durim shumë. Edhe ty do të dëgjoj deri në fund. E fillove me princat në kohën e Skënderbeut, që s'kishte parti në atë kohë, po s'prish punë. Vazhdo. Shiko, jam dakord. Pluralizmi nuk fillon tek partia. Po. Pluralizmi fillon tek e drejta me mendon ndryshe për tjetër. Shumë drejt. Pra, ishin princa ose fshatar, ato ishin njerëz dhe kishin mendimet e tyre. Po. Pra, nuk po flasim për parti, po flasim për pluralizëm. Po të kthehemi tek lidhja për zjarrit 1878, do të shohim që po ashtu pat një pluralizëm mendimesh me një qëllim përbashkët, çlirimin e Shqipërisë, autonominë e saj, nëse ju preferoni saksinë e termave. Po ashtu po të kthehemi edhe në kohën e Ismail Qemalit, që me atë qeveri të krijuar me aq me urgjencë, u rujt pluralizmi i mendimeve dhe ideve, sepse kryeministër ishte Imzat Kaçorri, nën kryeministër ishte Imzat Kaçorri, edhe në njëjtën kohë nën kryeministër ishte Aqil Fashi Elbasani edhe Mullai i Madh. Pluralizmi në Shqipëri vazhdon me një traditë mrekullueshme, të cilën mund ta lexojmë në të gjitha regjistrimet e parlamentit, në bisedat e parlamentit, bisedimet e parlamentit shqiptar. Kjo është një periudhë shumë e ndritur të paktën për demokracinë në vendin tonë. Është një periudhë e tillë kur një Libohova si Avni Rustemi çohet e vën kandidaturën e vet në prefekturën e Kosovës. Edhe një Ekrem Bey Libohova detyrohet me mbet pa vend për deputet, edhe shkon e vën atë në pronat e në Çivliku Negros. Pra, popull ignorant ose pa ignorant. Kush është ignorant? O pinga, një minut, ju lutem. Jo ignorant, mos I thuj popull. Një minut, unë nuk është. Mos I thuj popullit ignorant. Shikoj, ju lutem, unë nuk du të bëj insinuata, unë po flas. Prandaj them mos. Se jam edhe I çik I ngjirur. Po ju lutem për një gjë. Po. Por është folë që populli jonë ishte 80% analfabet. Fjala analfabet dhe fjala ignorant, dhe më thoni I paditur. Pra, nëse do ta shohim në sensin e padijes, do të themi që këtë padije kulturore, të ashtu quajtur kulturore, populli tonë I mungon të vazhdojë me pluralizmin e Partisë Popullore dhe të Pingës në kohën e Fanolit. Ashtu si qeni ju I ndërgjegjshëm si jam edhe unë, që në një bank ka rastis më ul edhe një satrap si Zogu edhe një demokrat si Fanoli. Megjithatë, korrektesa ka kënë korrektes deri një farmase. Pra, pluralizm ka pas. Nuk do të përmendim rastet e më përpashme, kërkesat e veçanta. Të vazhdojmë manena, është thënë për periudhën e Ahmet Zogut që nuk ka pas pluralizëm. Kjo është e vërtet. Edhe është një periudha e satrapit më despot e njeriut I cili e shpuri vendin tonë, mjerimin madhësi. Për këtë ne jemi gjithë ndërgjegjshëm. Por, megjithatë, I shtym nga nevojat e tij personale në vitin 1936, në flamurin e neoshqiptarizmës, u kriju një ashtu quajtur parti e trive që u kundërvon të vjetërve. Pra, një shenjë e një pluralizmi negativ
që i ishte shqiptori një mretit, u shfaq edhe këtë herë në Shqipëri. Gjatë luftës nacional-shqiptare është bërë nga udhëheqja e partisë, edhe për këtë jemi gjithë. Por, me sa di unë të pakte. Gazetë qendrore partia për një periudhë gjatë kohët ka në ilegale, sepse ai që ka udhëheq jetën e popullit tonë për atë periudhë kohët ka kënë fronti. Ju keni kënë atë kohët general, edhe jeni generali më i ri që ka kolonel, keni dalë. Një minutë. Mos më garado, pra. Një minutë, se unë e di mirë, se unë kam lexuar dokumentat për këtë. Keni qenë kolonel. Nën kolonel. Kolonel e kam pa të shkrume. Ja. Po ju them unë, kolonel, atje të shkrume. Po ti do më thënë, ti mos do të më tregosh edhe Komisari Divisioni 7. Nën kolonel ka. Tashti, të vazhdoj me pluralizmin. Vazhdo. Pra, tradita e pluralizmit në Shqipëri është një traditë e cila nuk është prej asnjëherë deri në vitin 1946. Pse nuk është prej edhe që pasoja pat premja. Jam me mendimin tuaj. E shpreh edhe e formulut shumë saktë që në 20-30 vitet e para partia i vuni gjoksin punës edhe bani të famojtën. Edhe ashtu është. Edhe Si? Një minut, unë po flasim minut, më nëna ju thoni. Mire këtë. Partia i vuri gjoksin, por populli dha jetën partisë, edhe partia i dha njëjtën kohët e që ju thoni se partia është truri dhe mendja e popullit. Por me sa duket, me këto të rejat po në dalin mërshë. Të mos bëjmë insinuata, unë nuk kam nërmend me fol ashtu. Duhet të them këte. Po këte kjo që thua ti në djalin bar është tamam insinuat. Këtë s'duhet bërë. Kjo s'duhet bërë. Me që apo del, thu, s'ka qenë kështu, s'është kështu? Jo, nuk po them atë. Tashi, qiko. Unë po them këtë që thoni ju. Unë jo rastësisht. Mos u kapni, mos fjalë. Jo rastësisht. Sepse po ju shpjegoj fjalët e mia një minut. Unë jo rastësisht mora fjalën i pari që t'ju shpjegoj që demokracia kupton kërkon edhe durim, edhe tolerancë, edhe mirësjellje. Ha? Pra, unë po përpiqem të respektoj mirësjelljen, tolerancën, durimin. Edhe pse? Se vlerësoj mendimin e të tjerëve. Qoftë edhe kur si jam dakord, prapë vlerësoj. Folme me mos, është kështu? Edhe bashkë biseduam, edhe kur si kemi qenë. Pra, ashtu duhet. Pikërisht ashtu. Prandaj them duhet folur ashtu. Më mirë, thojeni drejt mendimin që keni. Unë jam shumë dakord. Të thash, unë kam dëgjuar gjithë farë lloj gjërash. Kupton? Kam një eksperiencë personale, politike. Domethënë, qysh në mosh fare të re, kupton? Po, edhe i qik më i vogël mund të kem qenë, kupton? Por domethënë, ashtu është ashtu. Kam eksperiencë. Jo, e them në këtë kuptim, më fal. Jo, e them në këtë kuptim që nuk e them për të imponuar unë mendimin tim, ju lutem. Pra, shumë mirë. Kjo më gëzon që ju keni respekt edhe më doni. Qofse keni respekt. Mirë. Ju falenderit shumë.